Jemi në një situatë, si të themi, shumë paradoksale, por edhe të paqartë, për shkak që herën e kaluar kur kemi pas një situatë të tillë, një blokadë, është dhënë një lloj vendimi nga gjykata kushtetuese e cila ka saktësuar që në çdo variant pozita e kryetarit të kuvendit i takon partisë fituese. Kështu që fillimisht në aktin e parë themi të seancës së nesërme do të kemi konstituimin e kuvendit dhe betimin e anëtarëve deputetëve, dhe për këtë nevojitet një numër i caktuar i votave, për cilën kemi dëgjuar LDK-n dhe PDK-n që kanë thënë që nuk do të japin votën e tyre për të votuar kryeparlamentarin, por kemi dëgjuar edhe prononcimet e zotit Ramush Haradinaj që do të votojnë për kryetarin apo për kryeparlamentarin, siç e përdorim termin këtu. Kështu që kjo do të jetë akti i parë, por ky në vetvete ngërthen si të themi zhvillimet nga emri që do të nominohet për kryekuvendarin, do të kuptojmë nëse ka pasur arritje të negociatave në mes të lëvizjeve vendose dhe ndonjë subjekti tjetër apo disa deputetëve të pavarur. Sepse për shembull në atë rast kemi dëgjuar edhe sot zotin Limaj që ka thënë që nuk ka pasur, si të themi, negociata edhe rezultate të qarta të përfundimit të ndonjë negociimi, por kemi pasur do të thotë raportime që mund të ketë negociuar për pozitën e kryeparlamentarit. Në rast se e shohim që nesër lëvizja vetëvendosje do ta paraqet emrin e zotit Limaj për pozitën e kryeparlamentarit, atëherë është e qartë që përpos 59 votave të cilat i siguron nga deputetët e vet, nga 11 deputet, po themi me idenë që mund të arrijë të gjitha minoritetet plus zotin Rashiq, edhe 3 të nismas, atëherë do ta kemi të qartë që nisma do të jap votën e vet për të votuar qeverinë Kurti. 3. Mirë, por nëse do të jap emrin e ndonjërit nga anëtarët e vetëvendosjes, atëherë do ta kemi të qartë që nuk është nisma, si themi, në ekuacion, dhe do të shohim se a do të ketë pas mundësi që të ketë ndikuar, apo a do të ketë edhe ndonjë veprim spontan të deputetëve, të cilët sigurisht në momentin kur betohen e fitojnë funksionin e pavarur, pra kanë mandat të lirë, nuk i detyrohen më askujt, dhe të cilët në bazë të situatës do të shohin që a do të japin votën për tentimin e parë, themi, të lëvizjes vetëvendosje që ta ketë qeverinë. Tash, problemi do të jetë nëse rastësisht nuk do të merr në tentativën e parë 61 vota për qeverinë e propozuar me kandidat për kryeministër zotin Albin Kurti, do të ketë një kohë shumë të shkurtër në të cilën presidentja mund ta shfrytëzojë diskrecionin e saj për të mandatuar dikën tjetër. Ka pasur interpretime të ndryshme në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese që në asnjë rast nuk mund të provojë, si të themi, opozita pa u konsumuar tentativa, si të themi, edhe një herë, dhe për të dytën herë nga fituesi, nga subjekti fitues, por po ashtu është e mundur që presidentja të konstatojnë një farë mënyrë në bazë të argumenteve që lëvizja vetëvendosje mund të mos i ketë, edhe për herën e dytë votat, dhe për të evituar shkuarje në zgjedhje mund të provoj të jap mundësinë edhe opozitës. Por asgjë nuk është e qartë, asgjë nuk është e sigurt, themi, në bazë të skenarit, nëse do të jetë vetëm akti i parë, themi, i këtij procesi, dhe do të shohim në bazë të rezultatit se çka do të ndodhë më tutje. Nëse, si të themi, presidenti shfrytëzon diskrecionin e saj dhe mundet eventualisht ta mandatoj dikën nga opozita për të provuar për të bërë numrat, edhe për ta do të jetë paksa e vështirë, sepse duhet t'i kenë të gjitha minoritetet, edhe mund të arrijë prap aty diku tek